Ekonomia shqiptare u rrit me 3,4% në 3 muajt e parë të vitit. Zgjerimi i prodhimit brendshëm bruto në janar-mars rezulton të jetë ngadalësuar në raport me të njëjtën periudhë kohore të një viti më parë, po ashtu edhe me 3 mujorin e fundit të vitit të shkuar. Lajmi i mirë duhet parë në kontekstin e jashtëm që nuk kemi pas një goditje në ekonomi për shkak se edhe konflikti në lindjen e mesme është mbajtur në kontroll, sepse nëse Irani, që prodhon 20% të prodhimit të naftës, do të hynte në konflikt, atëherë ne do të ndodheshim në një situatë kritike për të inflacionit të lartë dhe probleme me rritjen ekonomike dhe punësimin. Në dekadën e 4 të tranzicionit, ekonomia shqiptare po rezulton e paaft për të përmirësuar dhe aq më pak për të ndryshuar veten. Rrjedhimisht, rritja ekonomike po mbetet ndjeshëm poshtë nivelit 5%, që vendet në zhvillim si Shqipëria duhet kenë. Shqiptare ka dëshmuar që luhatet në një rritje ekonomike në nivele 3-4%, që në një farë mënyre mund të futet në atë që quhet dhe rritje ekonomike tendenciale, pra pak a shumë aq e ka fuqinë për të rritur ekonomikisht. Zgjerimi i prodhimit brendshëm bruto në këto nivele do të ishte gjithsesi një lajm i mirë nëse në të do të kontribuonin të 11 degët e ekonomisë, por kjo nuk po ndodh. Kontributin kryesor në këtë ecuri e dha rritja e pagave në administratën publike ndjekur nga ndërtimi dhe turizmi. E kundërta ndodhi me sektorët e punësimit masiv si bujqësia dhe industria që u tkurrën respektivisht me 0,46 dhe 0,66%. Nëse ka rënje, po themi të bujqësisë, për shkak të rënjes së çmimeve, është një gjë që duhet parë dhe duhet me kujdes. Nëse ka rënje në bujqësi për shkak të rënjes së sasive të eksportuara, kjo tregon që problematika në të ardhshme mund të jetë shqetësuese, prandaj duhet fokusohem. Shqipëria duhet të tejkalojë veten të paktën në një drejtim atë të modelit ekonomik. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikon se së paku deri në 2029 rritja nuk do e kaloj nivelin 3,5%. Është folur shpesh që Shqipëria ka nevojë për një ndryshim të modelit saj ekonomik ose modelimit të saj ekonomik në sensin që të stimulon dhe të zhvillojnë ato sektorë që kontribuojnë më shumë me vlerë të shtuar në rritjen ekonomike në krahasim me sektorë që mund të jenë në stagnacion ose edhe në tkurrje. Sipas metodologjisë tjetër të Institutit të Statistikave asaj të shpenzimeve, në rritjen ekonomike në 3 mujorin e parë të vitit, kontributin kryesor e dha administrata publike me rritjen e pagave. Në nivele më të ulta paraqitet edhe konsumi popullatës ndikuar nga të huajt e ardhur si turist. Me mbi 9% kontribuon eksportet e mallrave dhe me